Të dashur vëllezër besimtar, të gjithë njerëzit punojnë, angazhohen për të fituar, për të siguruar jetën për veti, familjen dhe për të kriju kushte më të mira për një jetë më të mirë. Dhe kemi folë për vlerën e punës, por edhe për shëndrimin e punës në ibadet, në adhurim. Pra, dhe mesazhi i javës kaluar ishte mos e humbë këtë mirësi të madhe që punën që e bën për idare mos më të shkruhet edhe ibadet. Pra, plotësoj ato kushtet të cilat i kemi përmend javën e kaluar që puna më llogaritë adhurim, edhe me fitu, edhe më shpërbly. Kurse do të thotë ka diçka shumë të rëndësishme tek fitimi dhe puna për cilën do të flasim sot. Është bereqeti në punë dhe në pasuri. Sot do të flasim për shkaqet e bereqetit. Qysh arrin njeriu me e bë punën e tij të bereqetshme, ose me çka bëhet e bereqetshme pasuria dhe puna. Bereqeti është mirësi hyjnore. Është mirësi hyjnore. Pra zbret për i qiellit. Ato Allahu e zbret ku dën dhe jep ku na dën. Nëse ai kriteret i plotson. Pra mundet me qenë vlera njëjtë e rrogës, por dallimin e bën bereqeti pastaj që e zbret Allahu subhanahu wa taala. Andaj habitet njeriu qysh kemi jetu para lufte me pak të ardhëra ose të ardhëra minimale me shumë antar dhe ja ka ndalë me faqe të bardhë madje, me faqe të bardhë, pa përzi hiç me haram, dhe jo vetëm familja, por edhe plot mysafir kanë hongër, kanë pi dhe ka pos boll. Kurse sot ka pare, ka rroga, mirë po, që shpothojnë shumë prej njerëzve, rroga nuk po e pret. Por ka një element shumë të rëndësishëm e që ka fillu me mungu e besimtari do të me qenë i kujdesshëm. Ajo është bereqeti dashur vëllezër besimtar. Kur Allahu lëshon bereqet, nuk është në rëndësi pastaj me sa të zera është rroga. Por edhe kur Allahu e merr bereqetin, s'kryen punë pastaj edhe me ku me ditë me sa zera është rroga. Është begati, është mirësi për Allahu subhanahu wa taala. Janë disa dashur kritere me plotësu ose disa shkaqe me pas parasysh besimtari që me fitu bereqetin Allahu subhanahu wa taala në punë edhe në pasurinë në përgjithësi. E para dashur është që punën me fillu me bismillah. Thot profeti alayhi salatu wassalam, çdo vepër, çdo punë që nuk fillon me bismillah
nuk ka bereqet në të. Është kjo. Çdo punë që nuk fillon me bismillah, nuk ka bereqet në to. Andaj, gjëja e parë që duhet me bëjë besimtari është përmendja Allahut. Dhe kjo ka qenë shprehit e besimtarit. Shprehi ka qenë. Bismillah, jo vetëm punë të mëdha, por ato punë të rëndëmta në shtëpi kur i bën burri ose gruaja. Me bë me bismillah, me fillu me bismillah dhe me përmend Allahun subhanahu wa taala shpesh të përmend. Do të dashur vëllezër besimtar, për shkaqeve që me pas bereqet puna, shtëpia, pasuria dhe jeta e besimtarit në përgjithësi është që puna me fillu heret. Heret. Ka thonë profeti alayhi salatu wassalam, është lut, Allahumma barik li ummeti fi bukuriha. O Allah, i jepi bereqet ummetit tim në sabah. Heret. Ky bereqet i përmendur në këto hadithe të vëllezër është pas faljes së namazit të sabahut. Kam dëgjuar për një dietarit të madh në Medinë e Profetit alayhi salatu wassalam. E kam dëgjuar me vesh të mi nga goja e tij. Thot, kam lexuar për historinë e një personi jashtëzakonisht të suksesshëm në biznes në Gjidet Arabisë Saudite, i cili në moshë të re, edhe pa i mbushur të 40 kishte arrit me i hap me 10 biznese dhe punë të mëdha që kishte bërë. Dhe më ka interesu, sepse ende i ri, më ka interesu cili është sekreti. Ky person ka diçka të veçantë, çka përveç dijes dhe menaxhimit mirë që e bën, padyshim ka dhe diçka ndonjë sekret që Zoti ja ka mundsuar me bëj gjithë këto vepra dhe ka vdek ende për moshë 40 vjet. Allahu më shërt. Po kalon biznese dhe vakëfe të shumta. Thot, kur kam lexuar për një libër që ishte shkruajt për to, e kish pas si kriter të ti personal që mos me vendos menaxher në firmën e tij atë person i cili flan pas falës namazit sabahut. Mos me vendos menaxher, mos me ja besu një punë udhëhece një punëtori jo që se ka falë sabahun, por që ka fijet pastaj, u qua ka falë dhe ka me fijet deri në ora 10. Sepse thot ky person e ka hu bereqetin e ditës. Ky person e ka hu bereqetin e ditës që profeti e ka lavdu, o Zot jep ummetit tim bereqet heret pas falës sabahut. Andaj dashur vëllezër besimtar, ai i cili arrin me programu jetën e tij, që me e shfrytzu këtë mëngjesin, pro pas falës sabahut, nuk thehet më në largon, ai ka më mri shumë. Nuk është qëllimi ose domosdoshme që ti me dal në bashkë në ora 5 sabahut, por mos me fjet, me lexu, me punu, me rëndësi është me shfrytzu këtë kohë, sepse është kohë bereqetshme. Të ndëruar vëllezër besimtar, për shkaqeve të arritjes së bereqetit është devotshmëria, që punën me kry me devotshmëri, me qenë devotshëm, jo vetëm në Ramazan, jo vetëm në xhami, por me qenë devotshëm edhe në firmë, edhe në punë, edhe në punë shtetit, edhe në punë privatit, edhe kryepunëtori, edhe punëtori, të gjithë me qenë të devotshëm. Kështu ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, walau anna ahla al-qura amanu wattaqu lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ard. O ju cilët i besoni Kur'anit dhe i besoni Allahut që nuk flet ato që nuk është e vërtet, ndëgjoni çka thot Allahu subhanahu wa ta'ala, sikur që njerëzit, banorët e fshatrave dhe të qyteteve, amenu, të besojnë, wattaqu, dhe të bëhen të devotshëm, ne do t'ja hapim atyre ose do t'ju japim bereqet nga qielli dhe toka.
Andaj nuk arrihet bereqeti me dollover. Nuk arrihet bereqeti me mashtrim. Nuk arrihet bereqeti me gënjeshtër. Munesh me marë shifra, munesh me marë, po bereqet s'kimi apo, hajrin s'kimi apo, bereqet nuk kime po. Andaj, krejto probleme që po në ndodhin, brenda në familje, të ndryshme, e gjithë të vrasje, e vetë vrasje, e të lashe, e shkurorzime, e rahje, e prishe mes familjeve, ka diçka dashur në zërë. Ka diçka. Por e kanë, ose kanë pas, po si duket ka mungu dhe po mungon bereqeti. Andaj s'ka razi, s'ka dashni, s'ka respekt, s'ka musafir. Allahu pashtë të thëtë, wa me jettaqi Allah, yaj'al lahu makhraja, wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Këto kritere shka që janë të nxjerrëra nga Kurani dhe thënët e profetit. Ai që ka frikë Zotit, kështu thotë Allahu azza wa jall. Wa man yattaqillah, ai që ka frikë Allahun, yaj'al lahu makhraja. Allahu ja çelu. Ndaj mos shko menja me bë dollover. Ani pse ndoshta ki mu testu. Thot ose çështu, ose me më dhonë në rishfet, ose së në mërë të nderin, ose me i dhonë atina inspektorit, ose së lejen me bo këto. Bën sober, mos e jep rishfetin. Bën sober, sepse Allah për thëtë, kom ja hapë rrugët, ama duhet me dhonë provimin njerë. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib, dhe furnizon nga ai nuk e llogarit fare. Ka të dashur vëllezër besimtar, prej kritereve ose shkaqeve me cilat arrihet bereqeti është sinqeriteti në punë. Apo e kuptoni tash pse nuk po ka bereqet? Sepse thot 5 dolin 4. Sepse thot e Gjermoni dele Kines. Sepse i thu deri në 5 orare e do në ora 3. Sepse ti ka shit 3, ke pagu 3 kg, ke marrë 2,5. Krejt mollin e qëtë për para. Kurse vogën e len në sheft atje. Tregoja klientit. Që të për para? Sinceriteti. Ka thonë profeti alayhi salatu wasalam, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima. Ka treguar thonë tregtia shitbelja është me dëshirë. Sa që ky mall çikaq. Pëlqen në rregull, s'pëlqen pa në rregull. Fa in sadaqa wa bayyana, nëse janë të sinqertë, pra kallëzën, madhin çka është? Që kjo është sinceritet. Nëse thotë janë të sinqertë, wa bayyana, dhe përveç sinceritetit, wa bayyana është janë të qartë. Thotë kjo vetura, ose që ky mall, s'pjan gjesë emrin, që ky mall e ka që të behone. Thotë nëse janë të sinqertë, dhe të kjartë nuk më shefin kur gja, atyre jepet bereqet. Po të dashur vëllezër besimtar. Njerëzit mashtrohen, e përzin, ja qet pak shishës me qumsht, ja shton pak, e përzin pak, thesin me speca për onësh, masha Allah të barek Allah, dukat, mrena, e kështu më radhë. Sinceriteti dhe qartësia nuk ka bereqet ku ka mashtrim.
Nuk ka bereqet ku ka vjedhje, ku punëtori munohet me ke shpërdor detyrën, e ka nënshkru kontratën, nuk e kryen punën, ndoshta nuk e sheh shefi, por e sheh shefi, shefa Allahu subhanahu wa ta'ala. Rogën ki me marë, ndoshta të plot e merë, por bereqet nuk ki me pas. Nuk ki me pas, që thot profeti alayhi salatu wassalam. Pas të dashur vëllezër besimtar, është mi kry detyrat e mallit e pasurisë. Pra me nxjerr zakatin, mi ndihmu fukarave. Thot profeti alayhi salatu wassalam, kjo dynja ose malli, dynja e ka thonë është e ëmbël, e shishme dhe mashtruese. Të mashtron. Ki mundësi me mashtrim me fitu 5.000, pa mashtrim 500. Veç që të thët pak. S'ki thët kur gjohë hesti, veç që të pak. Veç të nëshkru në pak. Ki mundësi me mashtrim me fitu qikash, pa mashtrim shumë a pak. Thët për e të selam, dynjaja, malli është i këjshëm, mashtrues, terhjek. Femen akhadha bihaqqiha burika lahu fiha. Ai që e merr ata duke i kryer detyrën ndaj saj, i japet bereqeti. Nxjerrë zakatin, ndihmoj fukarave, ndihmoj atyre që s'kan, ki me po bereqetin në shtëpi, në punë, në familje, në pasuri. Dhe fundit e dashur vëllezër besimtar, prej arsyeve subhanallah, ndoshta nuk e imagjinoni këtë shkak, por lirisht mundeni me e vërtetu dhe e kena vërtetu. Është birrul walidejni wasilatur rahim, respektin ndaj prindërve dhe mbajtja e lidhjeve farafisnore. Apo do më bereqet? Këshyri prind. Apo do më bereqet? Moje tonin. Apo do më bereqet shpi? Thire dojen. Thire migjen. Thire kusherinin. Qëtë janë i drek. Qëtë janë i qaj. Kështu po thot profeti alayhi salatu wassalam. Shko, vizitoje, ndihmoj, jepi, thot profeti alayhi salatu wassalam, ai që ka dëshirë m'ju zgjat jeta dhe m'ju shtu pasuria, le ta mbaj të vetin. Ai që ka dëshirë me jetu gjatë dhe m'ju shtu pasuria, le t'i mon lidhjet farafisnore. Këtu e dini më së miri bereqeti që ka qenë familje tona para lufte, kur në një shtëpi është kthy ndoshta sofra 5, 6, 7, 8, 9 herë me në ditë e note. Se ka nërë musafir mas musafiri. Kurse sot në shumë prej familjeve nuk kthehet sofra mrena vitin 9 herë. Në shumicën prej familjeve nuk kthehet sofra mrena viti, po flas për musafir, 9 herë, 10 herë. Andaj ka pasuri, ka shtëpia, ka vetura, por nuk ka bereqet, ose ka shumë pak. Allahu në dhash pasurit halalit e Rabbel Alamin dhe në shto bereqetin e ti. Allahu në bëhë për atyre cilët i din këto rregulla dhe i praktikojmë ato, e Zotë e bëhë pasurin tonë, shpëtim në këtë botë dhe në botën tjetër. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.